Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, përshëndetje. Sot në emisionin ton Argument do të diskutojmë së bashku me avokatin e mirënjohur Apolon Brau, mikun ton, zhvillimet e seancës së parë të mbledhjes së parlamentit, përcaktimin e qeverisë, mangësitë që u shfaqën, arsyet e këtyre mangësive dhe miratimi dhe votimi i qeverisë pa dëgjuar programin e qeverisë së ardhshme dhe disa ndryshime të cilët hanë mundësi për hamendime apo edhe ne do t'i analizojmë nga pikpamja juridike për të kuptuar a ka të drejtë opozita ose pozita aktuale në qëndrimin e marrë. Zoti avokat, mirë se erdhët. Mirë se u gjeta. Në përfundim të zgjedhjeve të 11 majit, më së fundi konstitua Parlamenti i ri. Parlamenti i ri në seancat e para që janë të muajit shtator, edhe megjithse opozita kryesuar nga zoti Berisha nga njëra anë thoshte nuk i njoh zgjedhjet, nga ana tjetër hyrën në parlament dhe thotë u futën në parlament sepse kështu ne mund të kundërshtojmë zhvillimin e zgjedhjeve ose rezultatet e këtyre zgjedhjeve që ishin paligjshme. Si e vlerësoni qëndrimin e opozitës dhe qëndrimin e qeverisë në seancën e parë parlamentare? Tani si çdo akt, si çdo veprim, ose më saktë si shumica e veprimeve të përbashkëta ndërmjet pozitës dhe opozitës në Shqipëri nuk janë normale, nuk janë ashtu siç i do populli. Ata si opozita, si pozita, ose si pakica, si shumica, janë zgjedhur atje për të përfaqësojnë dhe për të ngritur vullnetin e popullit në veprime të ndryshme ligjore, se në fundit parlamenti për të nxjerrur ligje është, se nuk bën ndonjë zbatim ligjesh, se i bën qeveria, ato është detyrë e ekzekutivit, vënia në jetë e ligjeve dhe detyrave që jep parlamenti, por kemi parë zihen si macja me miu me njëra tjetrën. Dhe në një grindje nuk është e vështirë, por nuk është dhe e lehtë të nxjerrësh kush është fajtori. Momentalisht dihet që shumica, ose qeveria po e themi, ose shumica e parlamentit që ka zgjitur edhe qeverinë, është në levërtinë e saj që ka mundësi seanca t'i bëj me një kritik të programit të parë, sepse qeveria para se të miratohet në parlament do bëj programin e parë të saj dhe para se të shpallë emrat e ministrave e gjithçka i do bëj dhe programin e qeverisë, ka interes sa pak kritika aq më mirë është, sepse në fundit me gjithmonë fushata tani s'ka fushat zgjedhore, po vjen shpejt, nuk 4 vjet për duket si shumë, por njëkohësisht janë edhe pak. Dhe kështu që ndërsa opozita duhet që të ngërë zërin, të përdor metoda që metoda demokratike ishin të dy palë, ligjore ishin si praktisja, ose nuk është ajtë ligjore dhe të qëllosh me broshur, ose të përtasësh në parlament, nuk shkel në i ligjë, shkel regulore natyrisht kur fyën diko, ose kur qëllon diko me shishe ujë, po gjithsesi këto nuk janë përgjegjësi penale, janë që përgjegjësi disiplinore, e shoqërohet me një masë përjashtimi nga seanca e ardhshme ose seanca ose prerja drejtës fjalës. Pra, ndërsa pozita, ndoshta me një paramendim, këto gjithmonë janë aludime, sepse nuk e di njeri çfarë paramendim mund të ketë, i donte që ta bënte shkurt, dhe shkurt e bëri. Opozita ra në grackën e provokimit të kryeministrit, i cili nxorri një robot atje, pjesëtare të qeverisë, se në fund robot de facto është, ose AI ose AI, thua në anglisht, ose shqip inteligencë artificiale është de facto. Mund të jetë fyese për dikë, por nuk i drejtohet njeriu. Djella që quhet ministra përkatëse e inteligjencës, po themi, në fundit nuk fyen opozitën. Jo, nuk ka të bëjë fyerja mos fyerja. Jo, atje shkaku ajo është. Sepse shkak në kushtetut, individ, përcaktohet se kush është individ. Në kushtetut është e vërtet, që thot mund të zgjidhet çdo shtetas, etj. Tani,
po të shikojmë ne emërtimin që ka marrë djela, ose ministre robot, për themi, sot është në përgjegjësinë e kryeministrit. Pra, djela është si puna saj, unë kam një makinë llogaritse këtu dhe ja mund që bëj veprimet, po shikoj dhe makinë llogaritse. Jo, po kjo si të pengon, djela nuk ka të drejtë. Pengon se nuk ka ligj. Ligji nuk e ndalon. Nuk mund të veproj. Ligji, ka dy rrugë, o ka o s'ka. S'ka. Po, kur ka një mungesë ligji, si veprohet? Do të çojnë gjykatë kushtetuese. Pra, organi që e quhen jo kushtetues, opozita në këtë rast, ta kritikonte këtë veprim, të lindte programin e qeverisë, se në fund populli do të dëgjojë programin e qeverisë. Po, për çfarë do t'i japë ose do t'ia japi votat? Po, populli nuk do që opozita t'ikë dhe të mbyllet ai parlament. Ja, dim ne cili është programi i qeverisë, asnjë nga ne s'e di. Po ata e kishin përgatitur këtë program. Efektivisht, si qeveria kishte pa dyshim që e ka përgatitur programin, edhe opozita kishte përgatitur mbrojtje ose kundërshtimet e mundshme. Pra, me veprimet e saj, jo të pjekura, i hoqet të drejtës kritikave në pika të mundshme të programit qeverisë. Këtë arriti. Pasoja kështu është, a është shumë pasoja? Pasoja është. Por kur kërkohet ripërsëritja e seancës zgjedhore dhe nuk i jepet, kjo tregon që është bërë qëllimisht. Si nuk i jepet? Çfarë seancë? Nuk i jep të ripërsëritet seanca kur të deklaronte kryeministri programin qeverisës. Shumica ka të drejtën të vendosë, në çdo vend, qoftë në parlament. Se në fundit, kur ka 11 kundërta, mirë, shumica ka të drejtë të vendosë, por jo në mos përputhje me procedurat ligjore që vetë kanë nënshkruar. E zëmë sigurisht për mos përmbushjet procedurave ligjore. Ata që na të gjykojnë ne, janë populli. Ata që mund të kenë votuar një pjesë kundra, një pjesë pro. Ata e shikojnë kush është fajtor dhe nesër pas nesër një opozit në fundit do kap të kritikoj, po jo të qelloj me shishe uji. Të kritikoj, qoftë edhe kalim të kompetencave të kritikës, qoftë edhe me shpifje të mundshme që ka atje, po jo shpifja ndaj individëve, po se çdo opozit, si pozita. Ka një argument që një palë gjykon të pavërtetë e quhen shpifje. Gjithse kush ka mendimin e saj, si pozita ose opozita, në fundit pasaj ngrihen duart 71, se Parlamenti i Shqipërisë 10 ka 140, 70 plus 1 të votojnë pro këtij programi, u miratua. Dhe ai që nuk u miratohet, ka organet ligjore të ngarkuara në çdo shtet, që në këtë rast është gjykata kushtetuese, e çon, siç do ta çojë në fakt, se kështu tha kryetari i opozitës, do ta çojë me gjykatën kushtetuese, dhe do vendos gjykata kushtetuese. Është e ligjshme? S'është e ligjshme. Po a është qeveria e ligjshme? Është. A ka nevojë kryeministri që të shtojë dhe një person për të votuar pro ti? Çdo person që zgjedh kryeministri do të bëjë në fundit çfarë thotë kryeministri, kjo dihet, sepse ai ka zgjedhur. Pra, e ndodhur në këto kushte, kur qeveria vendos edhe pa këtë inteligjencë artificiale, ti pranoje këtë inteligjencë artificiale, sepse është e reja. Fakti që gjithë Evropa, po është e reja. Është loja. Po mirë, pra nuk ka kompetenca juridike. Nuk është persona. Nuk është persona. Ti je jurist. Në kushtetut nuk mund të parashikoj kushtetuta që nesër pas nesër të përdorë një makinë llogaritse. Ore mund të përdorë një robotun dhe të vras kryeministrin. Nuk e... Po pra, unë jo, ndroni shembullin. Këtu një ministër nuk ka asnjë kompetencë. Se është 1/17 dhe sikur në fundit aktet do i firmos kryetari i Këshillit të Ministrave dhe ministri përkatës. Ky është nimës që në programin, që në dekretimin që është bërë, ngarkohet kryeministri, thot, për të krijuar detajet e mundshme dhe procedurën që do ketë. Pra, ashtu siç ministritë e tjera, pra kryeministri merr 2 vota. Po ju pse paragjykoni këtë inteligjencë artificiale kur vota sot, ja ta marrë fjalën, kur gjithë bota sot po shkojnë drejt inteligjencës artificiale. Kur njerëzit shkojnë robotët çojnë e zhvillojnë shkencën dhe e zhvillojnë, por po ju po e mohoni, unë po ta mohoj. S'është ligjor, po s'është inteligjon. Elon Musk
një nga personat më inteligencë, njeriu më i pasur i botës ka thënë kujdes nga inteligjenca artificiale. Po. Se mund të bëj gjëra të cilët janë të paparashikuara. Po s'ka nevojë për Elon Musk, për zhojeri Po e jo, sot ato. unë po ky se kalon këtë kufi. Unë po ta them këtu. Unë po ta them me një figurë që e njeh inteligjencën artificiale, ka qenë ndër po, me atë që kishe mikur më të ngushtë, aq e njeh ajo, ai nuk je filozofin. Ai njeh artin e asaj, po, e njeh, sepse në fundet ka. Po, atëherë ai pse mbështetet, ndërsa thot këto, mbështetet fort tek ajo inteligjencë artificiale. Atëherë, më fal avokat, unë hedh propozimin qeveria shqiptare të bëhet gjithë me inteligjencë artificiale. Vetëm kryeministri Rama të jetë krye komandari i inteligjencës artificiale. Ju keni të drejtë e propozimit, bëjeni këtë propozim të qeveria shqiptare, po miratuar le të bëhet ashtu. Vendos shumica si do bëhet. Dhe personi që vendos ka përgjegjësi për çdo pas, pra nëse nesër bën Diella, që ka emrin, ose dielli me origjinë nga dielli është diella, ose është e emër, po çu si ka emër. S'ka si emra, ashtu është emri. Nëse bën në një shkelje ligjore, nuk mund të marrim të fusim burg diellën. Dihet kjo. Atëherë këtë përgjegjësi e marr ai qeveri, e marr kryeministri. Pra ku është e shkruar kjo në ligj? Po është e shkruar çdo. Jo, ku është e shkruar në ligj? Pra është e palishme, mbaroj puna. Ju bëni pyetje dhe jepni përgjigje. Po jam përgjigje se është afërmend. Është afërmend. Ju bëni pyetje dhe përgjigja ku është shkruar, do të them ku është shkruar. Është shkruar që çdo veprim që merr Këshilli i Ministrave, nëse është altë ligjor, dikush do përgjigjet. Dhe nuk mund të përgjigjet Diella, do përgjigjet ministri përkatës dhe kryeministri. Po jo, kryeministri më thoa, ka bë gabim Diella. Po nëse ky gabim kalkulimet gabim dhe një pjesë e parave do shkon tek këtu, shkonin aty. Po nëse bën gabim Diella dhe ky gabim, do thot kryeministri, ky gabim nuk ka dëm të rëndësishëm, po është jo, kur ka dëm ekonomik, kush e ma përgjegjësinë? Po atëre, qeveria ça akte mund të çelë s'ka dëm ekonomik. Përgjegjësinë. Kush futet në burg? Çfarë akte mund të bëjë qeveria? Kur Diella bën gabim në fondin e prokurimeve publike dhe çon Ato janë vendimet të Këshillit të Ministrave të Diellës, po janë se është organ kolegjal. Kolegjal do të thonë 17 persona do vendosin. Gjithsesi, kryeministri kush e ka timonin, është vërtet që timonin, po gjithë botën kështu e ka. Edhe në opozit timonin Berisha e ka, po gjithsesi për të shokët e vet. Sepse nësa partia janë individ, janë persona. Nga latinishtja persona është qenie gjallë, sepse mund të bëj edhe mbretërit e kohës mesme caktonin qenin për kryeministër. Po mirë, ju thoni që ata mbretër pas kishin inteligjencë artificiale? Jo. Pra inteligjenca artificiale këto vite ka, 2 dekada, po zhvillohet. Edhe Gastori Tobori e bënin antarë të qeverisë. Po di mbret jama, e vendos mbreti çdo bëj. Po e vendos, do të vendos populli, jo mbret. Do të vendos populli dhe jo mbreti. Dhe populli zgjedh deputet, zgjedh individ që mund të zgjidhen edhe kryeministra, edhe ministra, po nuk zgjedh me inteligjencë artificiale. Është krejtësisht në aspektin juridik. Në aspektin juridik do presim gjykata kushtetuese. Okej. Dhe kur thot gjykata kushtetuese jo, quhet jo. Kur thot kjo gjykatë kushtetuese shqiptare, që dihet sa influencë ka qeveria, nuk ka asnjë precedent në botë. Gjykata është e pavarur. Edhe kushtetuese ka marrë vendime kundër të dy palëve. Nuk ka, po ta shikosh gjykata kushtetuese jo sot, po dhe dje që ishte më absolut Berisha, ka marrë vendime kundër Berishës. Me një fjalë, nuk po them gjykatën e lartë, për gjykata kushtetuese, dhe ajo e ka në rast, si të sot, si dikur, që ishte më absolut për shteti i presidentit, se atëre të kthehemi në kujtesën sa asaj kohe, mos harrojmë që presidenti atëre ishte kryetari i Këshillit të Lartë të Drejtësisë, pra tikte pushonte nga puna gjyqtarët e prokurorët. Sot se ka këtë kompetencë as presidenti, as kryeministri. Pra nuk i hej dot edhe nuk i vë dot. Ndryshon konceptualisht dhe faktikisht. A është bërë
të presi pra mos ta paragjykojnë. Ka marrë kompetenca më tepër se të presidentit apo se të mbretit, se e zgjedh qeverinë si të doj vetë, pa dhënë dhe justifikime për programin e saj, thjesht votoni ju se ka shumicën, dhe zgjedh madje robot për kryeministra. Kjo është kulmi absolutizmit. As në mesjet nuk ka ekzistuar një kompetencë kaq e plot e një kryeministri. Kryeministri delirant krejtësisht. Tani, me ligj, kryeministri krijon qeverinë. Po. Asnjë tjetër. Po. Pra, ku kaloj kompetencën ai që ka drejt të krijoj qeverinë, zgjedh mua, zgjedh juve, këtë ti mushet mëndja, natyrisht këtë ti mushet mëndja, nuk do marrë një kriminal, sepse vetëm në këtë rast... ka marrë, deri tani i ka ndalë 7. Jo, ata nuk i ka marrë kriminal, se ju nuk e di unë, nuk arri unë, ose spjegoj unë mirë, ose ju i mbyllni dy veshët kur flasun. Në qoftë se kryeministri e zgjedh kriminal, ai kriminali ka një ligj dekriminalizimi në Shqipëri, e cili e ndalon për të qenë në postet publike të kriminali, sepse dikush ta çoj atë në komisionin përkatës. Po të gjitha kriminalat dolën që han fruta mas kurrizit të kryeministit, dhe kryeministi nuk e kthe kriminalat, flasim me ligj. Kriminalat sa dalin se pa dal, nuk ka thjerë do të false kur është kriminal në këtë botë. Pasi del kriminal, efektivisht është larguar para se të dalë kriminal bile nga qeveria. Më thua një që ka qenë kriminal dhe ka nel qeveri, pa u marrë sa ka filluar procedura, sa ka marrë indicet e para, i ka larguar, sa janë, tre janë fakta, në fakto. A janë paka shumë. Lalieri është... Lalieri është... Ju thoni për Lalieri, po harroni kryetarin e opozitës tuaj, që është më i avancuar se Lalieri, sepse ka ndaj tij një çështje që ka vajtur në gjyq. Dhe kur do bëhet gjyqi nuk e dim, nësa dhe rri kryetari i opozitës, nësa kryetari i opozitës nuk është Lalieri. Kryetari i shumicës nuk është Lalieri. E dim gjithë. Kryetari i Tiranës. Tirana nuk është Shqipëria, Tirana është pjesë e Shqipërisë. Është gjysma e Shqipërisë, më shumë. Jo, nuk është as gjysma e Shqipërisë. Ka 1 milion banor, Shqipëria ka 2 milion tash. Tirana të regjistruar ka më pak se 800 ca mijë banor. Ata që ka regjistruar, themun, jo ato që thonë portalet. Pra, Shqipëria nuk është mbi 2 milion, kështu që nuk i bie shumë më pak se gjysma. Po gjithsesi, ai është kryetar bashkie, ai nuk zgjedh as ligje, as ka shumicën në parlament. Ai them, partia ati e ka, po ai nuk i ka, se urdhron ai... Nuk është për parlamentin, nuk e ngatroj edhe punë. Po mirë, atë është më i madhi. Ka disa më dhe saj. është kryeministri më i madh, që ka në vijë të drejtë për drejti, po dhe presidenti më i madh të saj. Po mirë, tash kryeministri, pse s'mendonte më përpara ta ndryshonte kryetarin e bashkisë, po tani, pikërisht në këtë moment. Për mendimin tim, gjithmonë mendimin tim, sepse jemi fakte, jemi para i fakti. Së shpejti, mendohet që do të kaloj nga Këshilli Bashkiak do të mlidhet, do vendos që të shkarkohet për mos paraqitje në detyrë mbi 3 muaj. A është paradoksale? Ja ta marrë fjalisë. Kur them si mendoj unë, se s'është... Me gjithë se kështu do nëllë, 90%, po 100% është pasi nëllë. Gjëja sigur të shak, e ardhmja mendohet, po nuk dihet, nësa tashme dhe shkuara, gjykohet, e shikohet dhe gjykohet. Dhe këtu jemi para një tarth me këto që themi ne. Tani flasim para të shkuarës. Si pas ligjit shqiptar, duhet të mungoj mbi 3 muaj, mos paraqitje në zysh, dhe tani, a është fajtore i për këto 3 muaj? Këtu lind një pikpyet, gjithmonë pikpyet, nuk po them. Dhe përsëri kjo do varet nga gjykata kushtetuese, se në qoftë e zëm, do merret miratimi për të kaluar kryeministrit për të shkarkuar si kryetar bashkie, nga Këshilli Bashkiak, se opozita është
e tha vetë kryetari i opozitës, jemi plotësisht shkarkohet. Edhe pak vota do nga pozita ose nga Partia Socialiste, dhe ai ishte shkarkuar propozimi për t'i bajtë kryeministri. Ndërkohë, pas këtij vendimi, ai mund t'i drejtohet gjykatës kushtetuese dhe kryeministri, ose po mori vendim kryeministri, përsëri mund të kaloj kjo, do vej gjykatë kushtetuese, ka drejt në ankesë 15 ditë. Kjo 15 ditë do vetë gjykata kushtetuese, sa do vënoj gjykata kushtetuese, unë nuk më të fallë, e zëmë se bëhet e përshpejtuar, bëhet dhe një muaj, do dhe një muaj. Dhe pikërisht pas kësaj, që unë mendoj, po tjetë gjykatë kushtetuese tamam strikte, mendoj që ai do kthehet në detyrë, sepse me precedentin shqiptar, i njëjti, jo plotësisht i njëjti, Por rasti Berishës. Jo, nuk është plotësisht i njëjti, sa ishte deputet. Po, në aparencë është i njëjti. Pra, ka të përbashkëta rreth 8% të vërtetës. Sa ishte kryetar bashkie, ky është deputet është fundit. Po, mungoj mbi 6 muaj dhe shumica mund të mos ta pranonte në parlament dhe do bënte ai ankesë, kuptohet, a do bënte s'do bënte Edi Berisha, po sigurisht do bënte, dhe e mbajti në detyrë, e mbajti deputet, megjithëse kishte kaluar për deputet e ka 6 muaj, se ka 3 që ka për kryetar bashki, sepse 140 është fundit. S'prish punë të madhe dhe 3-4 muaj le të mungojnë. Pra, në këtë kusht, çfarë do bëjë gjykata kushtetuese? Gjykata kushtetuese gjithsesi nuk ka shprehur në një mendim që u bëre mirë, u bë veprim i mirë për Berishën që në një deputet, po dhe ky është një rast i parë, po si të vendoset ky rast i parë ndaj Veliajt, si të vendoset ky, do marrë një precedent dhe ekziston një rrezik tjetër i madh në këtë rast. Pasi e zëm sikur u vendos që po, vendimi për shkarkimin e kryetarit është i ligjshëm, po se antikushtetues, i kuaj me fjalë marroj. Por ama shumica sot nëse nesër, se nuk e dim nesër, do jetë një parti, mund të jetë edhe 5 vjet, 10 vjet, ndoshta, po jo tërë jetën do jetë një parti, e zëm, çdo parti që është shumicë, ose atëherë krijon një truk, merr ata kundërshtarët e tyre, mund që janë kryetar bashkie, sot ka 5-6 kryetar bashkie që janë të opozitës aktuale. Merr ata 5-6, një prokuror simpatizant i PD-s tani, i PS-s, më falë, këtali e merë, i arreston me një provë të dyshim, i manë 3 muaj e një ditë, pasaj prokurori thotë më falin se ama u arrestua këtë 3 muaj, më thotë prokurori më falin se gabimi im, që ato ja për shvrejtë, po, jam për të prokurori. Po ai humë si kryetar bashkie, pasaj, po u kryua kjo. Pra, kjo është një cyk me dipresa si do veprohet. Nuk e dim, po unë mendoj që një gjykatë kushtetuese, si pas mendimit tim, po t'isha unë atje me i fjallë, do vendosja që ai të mos quhet i ligjshëm, quhet antikushtetues kjo. Ose do hapet ky precedent pasaj. Gjithsesi vendimi i saj është i pavarur. Që të kërkoj rivendosjen në detyrë, do ta kërkoj vetë Veliaj. Veliaj ka të drejtë të ankohet, po u anullua vendimi i shkarkimit në këta, kuptohet derisa dënohet me një vendim kryesor të formës së prerë, sa muaj mund të vazhdoj, po disa muaj do vazhdoj, 4-5 muaj, 6 muaj vete, si minimale. Pra, e ka pranvera, sa të marroj çështja. Dhe ato bashkitë të tjera, jo bashkia Vlorë, për shumë që ato rheqer vetës, ato 4-5 bashkitë të tjera, natyrisht ato mund të shkojnë në zgjedhjet parakohshme, lokale, për shkaqe të sepse ata nuk ka asgjë ankesë për tyre. Dorëheqja për shembull që dha kryetari i Vlorës është një dorëheqje vullnetare, s'na duhen arsyet, po është ligjërisht e zgjidhur me një fjalë se si. Jo, nga bekimi ligjor është e zgjidhur. Po bekimi ligjor mund të diskutosh. Edhe vetë turnia. Po derisa ai marr dhe qendrim tani më pas, gjithsesi e ka miratuar pa presion, duket, kështu duket pak në fazën e parë. Pra, për Veliajn mendimi im është që do qëndrojnë detyrë. Ky është një mendim, parashikimin ose vendimin përkat se ka gjykata kushtetuese, nëse do të ankohet për mbledhjen e parë të Këshillit Bashkiak. Opozita ka shprehur idenë zoti Teliti që të jetë i pranishëm dhe zoti Veliaj. Ata duan për qëllimet e veta, për t'ja kundërvënë palës tjetër. A është e mundshme kjo juridikisht? Ligjërisht, Veliaj s'mund të jetë atje. Veliaj është një person i arrestuar dhe
burgu ka rregullat e veta. Se t'ishte aq e lehtë, t'ishte që duhet të vinte ku donte Veliaj, ose i arrestuari, atëherë që ma të arrestuar kot lërë shtëpi, ose lërë të lirë të vazhdojnë, pa ai për lirë, ai dhe Lemeta dhe Berisha atëra, është gafe madhe e drejtësisë shqiptare që ma të arrestuar, se ata s'ku të shkojnë, s'ka ku të shkojnë, por nëse e quajmë këtë praktikë, ne që është bërë si e pa moralshme, ose e pa likshme, s'mund ta quajmë sepse është vendosur nga organet kompetente shtetërore. Pra, Veliaj mendoj që nuk do t'jepet leje, po a ka pas leje që jepet leje? Po, ka pas leje rase që jepet leje. Por nuk na duhet kjo. Zoti avokat, po ndalim në një çështje tjetër. Kohët e fundit, qeveria shqiptare, zoti Rama, kishte shprehur aspiratën që të hapen sa më shumë kapituj të hyrjes së Shqipërisë në BE, disa prej kapitujve të tjerë janë plotësuar, disa janë hapur, por shkohet drejt hapjes së kapitujve të fundit. Megjithatë, vjet të re që opozita shqiptare, në vend që të bashkohet me atë optimizmin e aderimit të Shqipërisë në BE, shpreh kundërshtime dhe thotë deklarat bën zoti Berisha që Shqipëria nuk është gati për të futur në BE. A është kjo lojë e luftës politike, apo është diçka më tepër? Natyrisht është çdo gjë që bëhet në parlament ose jashtë parlamentit për në funksion të përfaqësimit të dy partive më të mëdha shqiptare, në fundit përmbajtja e saj politike është, efektivisht. Opozita nuk do t'ishe kjo opozit, në rast do ditë dhe të bënte deklarata siç duhet, pra të kërkonte ato që do gjithë populli, se gjithë populli shqiptar, jemi ndoshta të vetmit popull atje në gadishull e Ballkanit, sepse ata atje po mendohet që të shtohet pra përfaqësimi të futja në BE, ato 6 vendet e Ballkanit perëndimor. Të gjithë shqiptarët janë të parët në numër që kërkojnë të futen në BE dhe opozita natyrisht që e dy këtë fakt, por gjithsesi mendon sikur i bën mirë vetes që të bëj kundërshtar akoma më tepër se çka. Me një fjalë 50 deputet që ka, në vend që t'i shtojë që t'i bëj 60, 71, ndoshta në një të ardhme për të marrë shumicën, me këtë ecuri dhe kritikës për diçka që populli nuk e do siç kritikohet, po e do. Pra, qëllimi për të futur në BE është qëllim marrë shqiptar. Si në Kosovë, si në shqiptarët e Maqedonisë ose Malizzi, Shqipëria po se po. Dhe këtë, duke dalë kundra, dëmton veten e vet, sepse në fundit Partia Socialiste ose shumica ose qeverise ka zgjidhur dhe faktin me ndarjen e re të komisioneve, ka evituar në një mënyrë të ndjeshme kundërshtinë e mundshme të një kryesuesi në Bashkimin Evropian, se Komisioni i Integrimit, ku deri dje ishte përfaqësuese e opozitës, ju hiqet kjo. Në të mirë të demokracisë ajo. Ajo të mirë të autokracisë. Demokracia mos qoftë demokraci në rast se është kundër Shqipërisë. Shqipëria do të futet në BE, s'më duhen arsyet e qa qëllimi dhe qa demokracie para faktit të futet në BE. Më mirë të dënohet një opozit, qoftë edhe padrejtisht, se sa të dënohet Shqipëria. Në çdo pjesëmarrje që opozitës që kemi ndjekur, ju dhe unë të pak ne kemi ndjekur çdo pjesëmarrje që ka bërë në Bruxelles, përfaqësuesi i opozitës, pasi ka thënë që përshëndesim hapat dhe futjen e Shqipërisë në BE, e kërkojmë dhe ne këtë, po ndërsa thotë e kërkon me vepra bën ndryshe, se thotë qeveria s'ka bërë këtë, s'ka bërë këtë, ato veprimet e saj, veprimet që bën opozita nuk dëmtojnë Partinë Socialiste. Në atë rast mund t'i ketë Partia Socialiste ato fajt, mund t'i ketë qeveria më saktë, po ato nuk është vendi i përshtatshëm për të thënë ato që sepse e thënë ndryshe, kur thua ashtu, thua, po se pranon Shqipërinë. De facto këtë është një lloj. Dikush ka një të afërt, e ka gocën ose motrën ose gjë, do ta martoj dhe ti thua dhëndrin, motra ime s'ka shkollë, ka një diplomë falso, s'ka mendjen për punë.
Po mirë, pra kjo është ajo ideja e shqiptarëve që kur të vinë në shtëpi, rrobat e papasura lajnë në shtëpi, nuk i tregohen botës. Por megjithatë e vërteta është e vërtetë. Jo, e vërteta, jo çdo herë e vërteta thotë atë ku s'duhet. E vërteta, brenda shtëpisë çdo njeri kritikon gocën, motrën, djalin, babain, nën, e gjithë kritikon, ka kritika në shtëpi. Po jashtë shtëpisë është uniteti i mendimit. Brenda shtëpisë natyrisht dikush do bëj një privilegj saktë. Dhe brenda shtëpisë le të bëjë çfarë duan, është parlamenti aty është. Po jo në Evropë. Është ajo që Rama në këtë rast, që besoj dhe ju nuk keni kundra, Shqip, hajtë shajme sa duash, anglisht jo. Ju si mendoni, nuk e dëmton Shqipërinë? E dëmton. Atëherë, derisa e dëmton, duhet bëjmë datë. Çdo veprim që dëmton Shqipërinë, ne s'kem pse binatojmë. Por duhet kemi parasysh të diçka dhe ju e dini mirë, që çdo aderim në BE është dhe një humbje deri në farmase sovraniteti. Në kuptimin që ti i nënshtrohet ligjeve të BE-s, i nënshtrohesh edhe rregullave të BE-s, deri tek importi i produkteve dhe të gjithçka, po, barazohet. Po mirë, atëherë ka dy mënyra në këtë rast. Dhe na gjëja, duhet të futemi në këtë lloj BE-je që kështu e ka dhe Gjermania dhe Franca dhe Italia dhe Spanja e tjerë, apo duhet të rrim të pavarur kështu, apo të themi si e në veri që isha 100% i pavarur, pra të gjithë do thonë, cënohet pavarësia, por ama kjo cënim pavarësisë është në mënyrën ekonomike, në të mënyrën lirisë personale, sepse ka një gjykat më të pavarur, ka një ekonomi më të... Pra, njeriu vendos, edhe kur martohet ti ke cënuar lirinë tënde. Ti je unaza qash unaza, thot shënë e slavrisësht, pra ti e stavi gruas stavi ytë, maroj kjo. Po ama e kemi pranuar këtë cënim, për faktin, sepse duhem të kryojmë një familje, duhem të kryojmë kalamaj, duhem të kryojmë jetë të tre. Pra, në bashkësi është një sovranitet nga dy sovranitet e kishin, është një liri nga dy liri kishin, po gjithsesi e kemi pranuar të lloj. Dhe në total është më mirë me këtë liri të cunguar, se sa i lirshëm ato, sepse ecën jeta, se më të gëlesh një ditë që komshiu të njeh sa je mirë, po pastaj s'je pas gotuj, nësa familja është familje. Pra, thënë ndryshe, kritikat që ke naj vllaj, se në fundit vlezër, motra, si PD-a, si PS-a. Ne dim që jashtë seancës ata pinë kafe me njëri tjetrin, luajnë domino e shatje me njëri tjetrin. Në fund pas sa vete ndonjëherë kamera bile harrojnë ata, sikur dihet që ka dhe nota të estradës atje brenda me njëri tjetrin. Po kjo është politika, kudo në botë. Për qafosh, bësh me politikan, je kundërshtar në kushte betejës që është parlamenti. Por, kur vjen puna tek të huajt, tek se huaj quhet Evropa atjere, duhet të cënosh sa të kompetenca, sa lirit, sa pavarësi, sepse në fundit, kjo pavarësi, BE-ja është një shtet i madh, ta quhesh. Po, tipi një shteti federal është në fundit. Jo, shtet federal, jo, por ne na intereson edhe për aspektin tjetër kombëtar. Aq më tepër që ne vim nga një sistem gjithsesi feudal. Komunizmi ende nuk krijoi demokracinë që kërkohet në kapitalizëm. Pra, Ballkani jo vetëm aq, avokat, por fakti që duke futur në BE mund të hyjë dhe Kosova, mund të hyjë dhe Maqedonia, mund të hyjë. Nuk lidhet kjo me Kosovën, sepse Kosova është larg, flasim. Po mirë, pra nesër pas nesër mund të hyjë. Po një tarf metafër nuk është kjo, sepse Kosova së pakti. Maqedonia dhe Malizi. Malizi është në konkurent me ne cili të hyj, Maqedonia ka pengesën tjetër, si që dim, jo të Bullgarisë, tani se Greqinë e kaloi, ka Bullgarisë, që mund të zgjas, se s'ka qa, për shumë Maqedonia nuk ka qa lëshimit të bëj më, në rojemrin, një lëshim që po ta bënte Shqipëria, të thoshim ne u çmend kjo qeveri, ose këta politikanë të dy anëve, që e pranuan këtë ndrymermi, të më thoshim mua, për shumë personalisht, të ndroshemi të futemi be, lartë kjo të be, duhe Shqipëri, themun, maroj, në koncepti popullor, por në anë politika pastaj mund të bëj. Kështu që, momentalisht, për në be, dy janë që të mundshme, Shqipëria dhe Malizi. Po, dhe, së pari, të futet ajo që mundet, të futemi ne. Se duke futur ne dhe Kosova do të ketë mirë indirekt, se një Kosovar merr pasaport shqiptare dhe është futur indirekt. Në tërë e fundit, duke parë se si shkoi procesi i zgjedhjes dhe votimit qeverisë,
duhet ai presidentit t'i miratonte, t'i aprovonte ministra? Po, nuk ka në shkele ligjore, presidenti nuk është kukull, por në këtë rast, presidenti është i detyruar me përjashtim të shkeleve ligjore, për shembull të vijë një njeri, të vijë një deputet me për që dyshohet për tradhti, për akt të ulët kriminal, etj, vetëm në këto raste. Në çdo rast është i detyruar të bëjë miratimin e qeverisë që bie kryeministri i vendit. Ndërsa për diellën, që ishte diskutimi në këtë rast, se çdo vend botë kështu është, kryetari i qeverisë paraqit pranë presidentit ekipin e tij qeverinë. Atëherë, presidenti është jakt, se diku do betohen ata, diku është jakt më shumë ceremonial se sa de facto problematik. Po mirë, presidenti në këtë aspekt është alternimi i figurës së sovranit, të mbretit. Po, është në mos të mbretit, se në mbret de facto vetëm Britania është. Jo pra, ato kompetencat, këto kompetenca janë nga kompetencat që kishte mbreti. Në fundit ka kompetencat e cunguara dhe kjo nuk është kompetencë vendimarrëse, është ceremoniale, më tepër se sa vendimarrëse. Pra, nuk i lejohet presidentit që të thotë jo se dua këtë qeveri. Atëherë, po mirë tani zbatoj ligjin, nuk ka bërë në shkeli. Dhe për diellën nuk u shpreh që është antar e qeverisë, keni merak ju. Nuk ka thënë është antar e qeverisë. Po çfarë është? Ngarkohet kryeministri për të detajet e kësaj. Ja lexoj edhe një herë dhe pra presidenti me zgjuarsi e ka kaluar, nuk thot ministre, po në fundit dhe vetë kryeministri në fund ka thënë në përgjegjësinë time, qofse ke dëgjuar fjalimet e mpasme. Dhe çdo gjë në fund është përgjegjësia e kryetarit të qeverisë. Po çfarë sjell diella pastaj? Bëhet një pyetje, asnjë gjë nuk sjell të keq. Jo, po ana sjell të mira, ta shohim. Po të ketë kompetenca juridike. Po s'ka kompetenca juridike. Më fal. Nuk ka kompetenca juridike, ka kompetenca ngritje dore në Këshillin e Qeverisë. Del Rama që ka 2 ngritje dore, edhe të vetën edhe të tjerë. Ti je i bindur që ka vetëm kompetenca që Shqipëria në fundit të bëjë dhe herë ndërkombëtare, se e ka bërë ky fakt. Po, kjo është jehon personale e Ramës, nuk është jehon e Shqipërisë. Po që e Ramës është e Shqipërisë. Po që është negative për Ramën, është negative për Shqipërinë. Po që nuk është negative, kryetari i SBE-s, e dim ne, po bë Shqipëria. U bë Rama kryesues i Këshillit të Sigurimit bashkë Penës, bashkë me Amerikën, po u bë. Po nuk u bë Rama, u bë Shqipëria. De facto. Po as na vinte në mend që në organ, se në fund flasim për OKB-n, po OKB-a s'ka kompetenca fare krahasim me Këshillin e Sigurimit. Këshilli i Sigurimit është ai që vendos kompetenca detyruese. Se OKB-ja thotë kështu, shteti tjetër thotë më lere hatë, se di çfarë bëj unë. Po vendosi Këshilli i Sigurimit, nuk thotë do të shteti kështu. Sepse Këshilli i Sigurimit vetë të sulmon, merr vendim për të sulmuar një shtet. Shtetet bashkuara kompetenca i kanë dhënë vendeve afrikane ato të pembajtësit, do është traditë. Pra, është një organ, në këtë kuptim, çdo gjë e mirë që bëhet për Ramën është për Shqipërinë, sepse ai është përfaqësuesi de facto më i madh i Shqipërisë. Dhe në ta vi mirë që Rama përqafohet me gjithë presidentat ose kryetarët e shteteve në Evropë, në Amerikë e kudo në botë. Të gjithë, pra, takime të përzëmërta. A i kishe Berisha këto takime? A kishe marrëdhënie të mira? Natyrisht i kishte. Nuk ka, po... Ka natyrë tjetër. Nuk po në hedha të në diskutim. Po këta janë politikanë. Ideja që hodha në diskutim është se mua nuk më duket si proces demokratik mos miratimi i qeverisë pas një debati me gjithë grindjet që bëri opozita. Nuk më duket si proces demokratik, po tash unë po them opinionin tim. Atëherë si zgjidhja, mirë, u bë rrëmuja në parlament. Ç'a zgjidhje bëhen ju? U bë ajo, kërcitën rregullohet hidheshimi i ministrat dhe kryeministrit, u hodhë shisha e ujit mbi këta, çfarë mund bëj parlamenti?
kurse është i paralajmëruar, atë bëri. Atë bëri. Ta mbylli, po jo, ta ripërsëriste seancën. Jo, nuk ajo që nuk është teatr, opera është baleti që do përsëritet edhe një herë. Jo teatr, por klonat. Parlamenti shqiptar është bërë për te e stradës. Po mirë, për këtë besojemi dakord të dy. Kur një njeri s'është normal në 2 veta, stradë do bëhet, rëmuj do bëhet. Kur dikush që ajo gjithmonë seanca në rast dhune, nuk është dhunë një me një, po të qëllosh me libër dhunësht, të qëllosh me shishe ujë dhunësht, efektivisht. Të bësh zhurmë duke e rënë tavolina pa pushim dhunësht. Kjo e përplasjes tavolinës nuk është dhunë për masave të asë. Po gjithsesi nuk e mundësi të bërë seancën. Pra ti s'do të bërë seancën që ke dëshirë të bërë seancën, kjo është çmenduri. Atëherë unë s'bëj seancë. Po, si mund çat bëj tjetër? Atëherë si do mirë të bërë seancën. Për normale. Të shohim ç'a vendim do jap gjykata kushtetuese. Për këtë nuk ka gjykata kushtetuese më. Për këtë nuk ka iku seancë mirë, mbaroi, nuk kthehet më. Për gjykata kushtetuese vetë diella. Për diellën do shpreh gjykata kushtetuese. Po këtë të bëj seancë tjetër. Po mirë, po të rrezohet një ministër. Ishte me 79 vota. Po të rrezohet një ministër në këtë rast diella. Si po të rrezohet? Po të rrezohet, del me votim edhe nuk e votojnë. Po marroj qeveria, jo është prap, si çdo ministër. Po jo do të rrezohet të kryeministri sa ai e komandon. Po jo, qofse tani u thoni kështu, sepse kështu është e drejta juaj ta logjikoni kështu. Po nëse gjykata kushtetuese çfarë ka? Gjykata kushtetuese analizon atë ankesë i vetë para. Ankesa është diella është e paligjshme. Dhe gjykata kushtetuese të ketë 100 lloj mendimesh, nuk shprehet për ato që janë objekti i kërkesës. Pra, diella është e paligjshme, mbaroi. Po jo, nuk thot 16 ministra dhe kryeministri është i paligjshëm. Po, nëse thot gjykata kushtetuese që është e paligjshme, ajo është tjetër punë. Po, nuk e la mendjen gjykatës kushtetuese të dalë jashtë objektit të kërkesës, se dhe vetë opozita nuk e kërkon këtë. Atëherë nëse opozita thot që të kryeministri i vendit të quhet i paligjshëm, qeveria të quhet e paligjshme, dhe atëherë do shqyrtoj edhe këtë pikë dhe do thot, do shpreh edhe për këtë pikë, gjykata kushtetuese. Po, në fundit mendimi im është tek 99% që qeveria s'luan. Kjo që është për diellën, pastaj ministri nuk pritet çdo gjë. Po, natyrisht do e quajmë të saktë atë edhe po tjetër pa saktë quhet të saktë ajo që vendos gjykata kushtetuese. E mbyllim me këtë edhe të shpresojmë mos kemi nevojë për inteligjencën artificiale që populli ta kuptojë atë çka ka ndodhur në parlamentin shqiptar, sepse shpeshherë është për qendër e humorit dhe satirës, por natyrisht ne do të shohim përpara, të shohim kontinuiteti përpara, edhe me këto truke për mendimin tim të inteligjencës artificiale është mjaft e dobishme, por në raste të tjera mund të jetë atë rrezikshme dhe për këto duhen rregulla. Edhe për të përcaktuar rregulla duhet edhe disi një farë kohe. I dashur avokat, ju faleminderit për pranimin tuaj në studio, e kishim debatin i çik të nxehur sot. Jo, po nxehtë është dhe koha është nxehtë. Vërtisni në një çik se shiu për na bënte një farë zhurme, por megjithatë është e rëndësishme që në të shohim, të trajtojmë çështjet dhe teleshikuesit të kuptojnë sa më shumë nga zhvillimet e fundit politike në Shqipëri. Të dashur teleshikues të televizionit të shqiptarëve të Amerikës, ne këtu i dham fund emisionit ton Argument. Zoti avokat, ju faleminderit. Faleminderit juve.